lutem. Kërkova që kryetari i vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë. Gjendja tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Keni dhënë idenë tonë që me ecë përpara, pra që do ta votojmë kandidat për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër. Shqihet dhe zëvëtihet ka qytetarët tonë, është domosdoshëm edhe për imazhin që parimeve politike që duhet të respektohen nga para. Ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por çka ka dëshmuar takimi sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për vendin tonë, është i domosdoshëm për institucionet. Deputet që 13 herë, 14 herë, 10 herë nuk e bojnë konstruimin parlamentit, po sabotojnë. Am kupton nuk ka logjik, nuk ka koment me vlerësua më negativisht. Fatkeqësisht, kjo është papërgjegjësi totale. Spari e partisë që ka fitu shumicën, me kamgullje vazhdojnë ta bllokojnë konstituimin e institucionit, kuvendit, kështu që është denigruese. Ne jemi lodhur me këtë kokëfortësi e me këtë papërgjegjësi